Shisho, ato janë mashtrime optike, këta qeveritarët po krenohen, po realiteti është që dikon 500-600.000 njerëz për punë aktiv në Kosovë nuk mujnë me u punësu. Dhe kjo është realiteti, këta do të rajnë sa dujnë, do të rrisin 6, 7, 20, po gënjeshtrat pejhan këj populli junë, se me varfni po hohet. Përshëndetje. Përshëndetje dhe ju. Qysh jetu kalu? Mirë, super. Koha mirë pikdimrit e ka pas zoti vere dhe janarin. Po zërone të thonë që shto pas zoti vere, ka pas zoti vere, për i me vere bani. Për i me bani edhe mirë që nuk ka dimën, sepse kemi varfni, kemi shtrejtim të rymës ekstrem, e populata barëm që dojnë populore pak e hanë malet. Po valloj, bile me një qebet holl, nëzemjen se kallë. Po fati, ndihmon natyra, zoti që dojnë. Vërtet, kush na nimën, thojnë, kush nimën popi, s'nimën hoxha, kush nimën hoxha, t'nimën popi, njani pa njani zoti Diska duhet me pas një farfati. Qysh kalove për festat e fund vitit? Mirë, unë jom optimist prej natyrës edhe që të mund kërkoj mirë, kur të kërkon mirë edhe gjon mirë. E vërtet? Është një farë natyre, njëri kur kërkon mirë gjon mirë, kur me ndonë kesh, besa dhe ajo ka njerin të. Stojnë, une kur të më afronë dhe qëto që na kritikojnë, asë në thamë, arafsh në hun lesh. Jo, më qashtu është, po duhet me qenë optimist. Pavarësisht gjithave ne jemi mësu si popull, unë takojmë një gjenerat me pak ma herët, kemi kalu në 3-4 sisteme. Edhe duhet me qëndru me hesë ka ndru sot? O, ma mira, po. Valla për mu jo. Në një vend ku nuk ki perspektiv, në një vend ku ki problem papunësie ekstreme, pavarësisht që këta qeveritarë tonë rajnë me shifra 10-20%, ka ekstrem papunësi, rrogat pe rrisin ka pak, po me inflacionin ajo pe ja kalon. Te qëtë tash 100 euro ja, po ti merë 300 për rrimë. Po, edhe banka kur pinzer që na i marki ka 3 euro, ta 10 euro. Ta që merë 10, edhe rrymën, ti ja japë 100, a i ti merë 200. Ja ti merë, vëdhe. Edhe nuk ka ma mirë, shpresojmë që bëhet ma mirë, qeveritarët po luftojnë për vetin, na po luftojnë me egzistu edhe shtymë. Deri kur kena me shkuna si popull kështu? Deri sa t'jemi të qytetërum, edhe nuk e dojmë të që thojnë të mirën e dikuj tjetër. Ne duhet me bot mira, ne duhet me mendu mirë, me punu mirë, me krye qatë veprimtari profesion që ki me nder, e atër fillojna pak me marë hapin dhe mbarë, se për deri tash jo për njërë. Une e njëta djenë në media, më thanë që i kanë marrë statistikat e enteve për punësim. Shqiptarët a nuk e din, Kosovarë që do të më regjistru të enti, nëse e pa punë, do të më regjistru të enti për punësim, për me kërku punë. Ajo stirin kurse, dhe njëm i regjistru që 25 vjetë, po tash po dal me mikrofon. Shisho, ato janë mashtrime optike, këta qeveritarët po krenohen, po realiteti është që dikon 500-600.000 njerëz për punë aktiv në Kosovë nuk mujnë me u punësu. Dhe kjo është realiteti, këta do të rajnë sa dujnë, do të rrisin 6, 7, 20, po gënjeshtrat pejhan këj populli junë, se me varfni po hohet edhe gënjeshtrat. Unë e ditë që kisha punësu kret njerëzit, a dhe më të regu. Kret, vale. Unë e ditë që, une, personalisht e ditë që i kisha liveru gjysën e tokës të Kosovës, edhe i kisha mjellë kumpira dhe i kisha thonë heni prashetni. Normal duhet me punu, pa punë s'ka perspektiv. Është mëkat, sepse unë jam edhe në proces mësimdhënie, sa studenti diplomon, edhe nuk qindet vend punë. Ose mjek, ose arkitekt, ose inxhenier, ose historian, ose jurist. Jetë e artet? Unë jam në arte, po ma shumë në histori arkitektur. Okej. Qëfar kanë ba për arsimin kretë qeverit? Pa marë parasysh. Shisho, qeverit jenë mundu arsimin me zhvillu mirë, po fatkesisht nuk po ka regula, norma dhe nuk po mujnë me arrit ata, po shihet testi PISA që po bojnë rezultatet. E të na, për arsim nuk është procesi nga dalë arsimit. Reforma në arsim duhet me fillu, tek tash me mri një 10 vjetë ma vonë suksesin, sepse ato statistikat që pëmbanë 3 tonë, fëmijë tonë në fillore, po jesin 4-5 klasë mbrapa fëmijëve të Evropës. Dhe ato duhet me fillu sistemi fillimit të shkollor, dhe me thonë shkollës fillore të mesme, e ma pas universitetet, se edhe në universitet kanë ndru kriteret. Unë e kom kry këto shkollimin në universitet, me mësimet që i kemi bo atër si student, sot
30% që s'është e asaj 100% që ta tërshëm. Kështu që duhet me përsu. A do të më kthy shtaga në shkollë? Po, jo, shtaga në shkollë, po duhet me qenë edhe prindrit, sepse na ja u lom krejt po e mësuesve. Jo, ti edukojën në shpe një herë, edhe bënë disiplinën në shpe, edhe shko kontrollo, pak shavo bën ka shkollë, edhe arsimtari mundohet të arrijmë rezultat. Kështu na ja gjujmë njëri tjetrin pojnë. Dikush familja, dikush shkolla, por shkolla duhet më forsu gradualisht. Unë mendoj që kemi këto pëjtojnë kurikula, programe. Programet i kemi të ronda, unë vetë i shof fëmijëve, niprive, apo edhe të familjes, që janë asë shumë ngarkume me teori, sa që është e pamundshme. Teoria është e mirë, po jo në praktikë. Jo në ekstrem. Jo në ekstrem, edhe i ki librat, kurikulat, për një mes që mësojnë shkollore, është e pamundshme në shkollë fillore, fëmija me i marë ato, dëvanu nga qa kërkohet për arsimtarve. Edhe për ata të nej, atë shumë ka teori, sa që edhe ato që i mësën dhe nej ngatrohen edhe del rezultati duhet me thjeshtësu. Dhe rezultati pis. Me reduktu, ose që në matematik, jashtë fëmija para 30 viteve kanë sistem, nuk mësohet matematika krejt për mensh, jenë mjetet elektronike, sot nuk përnojmi si për para një logaritar se ke pas, apo me 12 shifra, për shembull logaritar. Thjesht, se gjeshëm me 12 shifra, gjeshëm me 8-9, tash ki elektronik, ki kompjuter, ki telefonat e menshun edhe këto po shkojnë qështu. Çfarë mesazh ju kishte dhënë gjithë njerëzve? Njerëzve me punu në barë, mos me mashtru, donu real, shushje edhe puno. Krye punën tonë, zanatin tonë apo profesionin tonë, edhe ndihmoj këtij vendi në aspektin edhe ekonomik, edhe në aspektin e punës zhvillimore, apo edhe arsimit, sepse shoqënia duhet me luftu këtë fenomen. Me luftu shoqënia, korupcionin që po thojnë, po jo rëbur sistemi, na erdhe një qeveri para një 5 vjetë për korupcion, këshe për zhduke me korupcion i urrit. Ma i zhvillum është, 100%. Të po thino zhduk? Po zhduk, kur zhduket edhe dikush tjetër, po çfarë zhdukni është të urrit, po kesh menaxhojnë, po kryjnë punë politike, ma shumë se sa punë. Kur t'vjen halla të shalteri aty, do t'mja kry punën. Shusho, kur ti, si qytetar, i kryen obligimet për partije, jo për shoqëni, ajo është e mbrapsht, edhe ashtu ka me në ndjek aj fat. Na jem të luftu për me kry punë partive, jo punë morale që i kemi detyra si qytetar. Këto po shihen prej aeroplanit, të ishim këtu në herë prej fëmijëve, prej aeroplanit po shihen mbrapa skenat apo mashtrimet që po bëhen, po unë prap jam optimist. Prap mendoj që ka me jesë kjo shoqëni pavarësisht bllokadave, shtrajtimit rrymë se që dole çto se deri në fillim thove unë jam optimist edhe në fund na dëshpërove këtë, po ç'thove prap jam optimist. Jo, luftëtar deri në fund. Bravo. Luftëtar deri në fund edhe asnjëherë më udhërzue, edhe të keqen duhet me i thonë njëri në sy. Jo me mshep. Na e kemi qëtë problem si shoqëni. Rrim me ty, pim kafe, je shumë i mirë, po në rregull e ki masish. Thot aq se s'është kur far burri. Kështu kjo shoqëni duhet me u pastru me moralin edhe me personalitetin. Edhe me thonë njerit, kur nuk e ki drejt, nuk e ki të drejt, edhe se njerëz po kanë pasoja në për administratë. Njerëzit që e ngritin zonën ose i thët dikuj nuk bën kështu, duhet kështu, në aspektin profesional del pej punë. E na kemi luftu për me pas një liri, jo me ta ndalë të drejtën e lirisë shprehunit. E sot ndalet për njerë në administrata, unë që ditëm me njerës që që frigohen këti pushteti aktual. Akmarës, gjonës, që du Wallahi, kur jam i drejt, Wallahi s'manin. Këtë në herë të që në ata trimat pushka tëp ju bof, po Wallahi edhe ju pushka tëp, po ju bof tëp. Faleminderit që ishe pjesë e jona, e ju të dashur me që rrini me neve, sepse gjonat e mira i se dhe veçna, Kosova Info ju informon për çdo gjë.